Shqipëria pozicionohet ndër vendet me përdorimin më të ulët të inteligjencës artificiale, sipas të dhënave të raportuara. Vetëm 15.8% e shqiptarëve deklarojnë se përdorin rregullisht mjete të inteligjencës artificiale në jetën e përditshme ose në punë, një nivel që mbetet dukshëm më poshtë mesatares europiane, ku shumë shtete të BE-s e kalojnë pragun e 30-40%. Vendet si Irlanda, Franca dhe Spanja arrin nivele përhapje mbi 39 deri në 41%, duke treguar një adoptim shumë të shpejtë dhe më të gjerë të teknologjive të reja. Europianët po përfaqësojnë inteligjencën artificiale, por disa vende tregojnë entuziazëm më të madh se të tjerat, sipas të dhënave të reja, që prej lançimit të ChatGPT nga OpenAI në vitin 2022, mbi 1.2 miliard njerëz në mbar botën kanë përdorur mjetet e inteligjencës artificiale, sipas raportit të Microsoft.